Autizmi duket si një pandemi e cila duhet kapur në kohë. Ky është mendimi i mjekëve specialist, të cilët kërkojnë ndërgjegjësimin e prindërve, por edhe të bluzave të bardha për të kapur këtë sëmundje në fazat e hershme. Fondacioni Fëmijët Shqiptar ka zhvilluar një seminar me mjek pediatër të Kurbinit, në mënyrë që të dinë si të kapin në kohë dhe trajtojnë fëmijët me autizëm. Numri i fëmijëve me çrregullim të spektrit të autizmit vjen gjithmonë duke u rritur. Nëse dikur thonim që prevalenca e tij ishte 1 me 150, aktualisht pavarësisht statistikave që nuk ekzistojnë në vendin tonë, duke u referuar statistikave botërore, ne themi që është një çrregullim që prevalon 1 në 86, 1 në 85 fëmijë, ku raporti femër-meshkull është 4 me 1. Fondacioni Fëmijët Shqiptar ka ndërmarrë një fushat të thellë sensibilizuese, duke e konsideruar si sëmundjen që po sjell rritjen më të madhe të prekurve krahasuar me sëmundjet e tjera. Fjala epidemi nuk i ri mirë këtij lloj fenomeni, sepse 20 vjet shkuara ishte 1 në 15.000 fëmijë apo 1 në 10.000 fëmijë. Duke filluar nga nëntori i vitit kaluar, bota flet për 1 në 88 fëmijë. Bëhet fjalë për një rritje nga ajo që është më e madhja se gati për çdo sëmundje tjetër. Seminari mbi sëmundjen e autizmit është shoqëruar edhe me pyetje nga mjekët e pranishëm, të cilët kanë marrë informacion të hollësishëm, jo vetëm mbi format e shfaqjes së kësaj sëmundjeje, por dhe mënyrën se si ajo luftohet.